gjërat e gajbit pra janë pjesë e besimit që besimtari duhet ta besojë. Dhe në këtë hyn shumë gjëra, sidomos besimi në ditën e gjykimit dhe gjërat që janë pas saj dhe gjërat që janë para saj, që janë shenjat e kiametit. Dhe prej besimit të muslimanëve është se gajbin nuk e din askush pos Allahut subhanahu wa taala, askush nuk e din gajbin. Vetëm Allahu subhanahu wa taala e din se çka do të ndodhë në të ardhmen dhe gjërat e fshehta i din vetëm ai. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala një pjesë të tyre u tregon pejgamberëve të tij që të jenë si mrekulli për ata dhe që të jenë si udhëzim për ummetin e tyre se në çka duhet të besojnë. Dhe prej këtyre gjërave është çka do të ndodhë në ditën e gjykimit, xheneti, xhehenemi dhe po ashtu gjërat që janë para se të ndodhë kiameti e që njihen tek muslimanët si shenjat e kiametit.